Të nderuar shqiptar kudo që jeni, dëgjoni me kujdes këtë video, se çdo njëri nga jush do të ketë një përfitim. Siç e keni dëgjuar, është hapur një vend vakant për kryetar bashkie në Bashkinë e Tiranës. Dhe shumë nga ndjekësit e mi më dhanë një ide që të kandidoj unë atje, sepse ata thanë do të mbështesim Zymbyle që ti të fitosh. Dhe thash, po unë nuk jam qytetare Tiranës, fare, thash, si të aplikoj? S'ka problem, thanë, më mirë akoma që s'nje njeri aty në Tiranë, tha, edhe do t'a bësh punën më drejt, tha, se që kam bërë të tjerët. Pastaj thash, dale njëherë more, se unë jam edhe nga fshati, rritur në fshat, si ku nuk shkon ky muhabet. Më tha, nuk ka problem, se ti në këtë rast do t'regosh që nuk ka racizëm në Shqipëri, nuk ekziston ai mentaliteti fshatar qytetar. Vërtet thash, e pata me shumë mendje. Pastaj e bëra në një mendje që ishte pjo, pastaj e hoqa jone dhe thash po. Edhe tani isha duke formuluar atë programin që do ta paraqiste tek juve. Atëherë, duke qenë se të gjithë kemi dëshirë të fitojmë në jetë, edhe unë duke qenë se kam dëshirë të fitoj këtë oportunitet të bëhem kryetare bashkie, edhe ku, në kryeqytet, atëherë do të bëj një ndryshim të madh në fushën e rishfeteve. Do bëj ulje. Në qoftë se më përpara një ndërtues paleje ka paguar në bashki rishfete le të themi 20 milion lek të vjetra, se nuk e di mirë, duhet futem ti kërkoj me kujdes. Unë do bëj ulje, do ta kem 19 milion e 999 lek rishfetin, e kuptoni apo jo? Dhe nuk ka nevojë të allakateni aty në përzyrat e bashkisë, vetëm tek mua. Aty do ta sillni rishfetin dhe puna është e mbaruar. Tjetër, në qoftë se dikush e ka biznesin pa licencë, mos u shqetësoni fare ore, fare, siç keni jetuar gjithë këto vite pa licencë, edhe pse do ndryshoj kryetari i bashkisë, që do jem unë, prap se prap, do t'u lë mundësinë ta vazhdoni atë detyrën tuaj fisnike të punës në biznesin tuaj, por kuptoj, do të kemi ulje në rishfet. Në qoftë se ka qenë 15 milion lek të vjetra, do të jetë 14 milion e 999 lek, e kuptoni apo jo? Këto të kem ulje. Tjetër, çfarë do të bëj unë si kryetare e re e bashkisë? Unë do mundohem t'i bëj gjithë të lumtur, more, kuptoni ju? Për shembull, ka shumë njerëz që duan të vazhdojnë shkollë, por nuk ka mundësi se janë jashtë shtetit. Nuk ka problem. Vazhdoni ju, jetoni andeja, punoni, bëni çfarë doni, shkollën e keni të marrë këtej, vetëm me një kusht. Mos ikni andej tek drejtorat e shkollave dhe tek drejtorat e drejtorive arsimore. Rishfeti do të vi vetëm tek mua dhe me ulje, kuptohet. Në qoftë se ka qenë 10 milion lek të vjetra ndër tani, është 9.999.000 lek. E kuptoni që ka ulje apo se kuptoni, ore? Vazhdojmë për pjesën tjetër, ka shumë njerëz që edhe pse s'kan asnjë lloj kualifikimi, ose nuk kanë mbaruar në universitet, po kanë dëshirë të punojnë në një fushë, për shembull mjek apo infermier, mësues, inxhinier, kudo që të kenë dëshirë. Nuk ka nevojë që të kenë kualifikime patjetër dhe diploma. Jo, mjafton të kenë dëshirë për të punuar. Edhe të vinë në bashki të paraqiten, kuptohet, me një rishfet, që do ta mendoj mirë, domethënë këtë punën e saj punë e zërë që e kohë klavitur si punë, kjo gjë se kuptohet, në qoftë se unë do vë një mjek atje pa kualifikim, mund të heqi zëmrën në vend të një pjese të stomakut, edhe është çikë duhet menduar mirë rishfetin në këtë pikë, por megjithatë do ta gjej unë tarifën, sa do varçoj, kuptohet me ulje prap, edhe do t'ju bëj të ditur. Për të gjithë ata të tjerët që janë duke tregtuar mallra të ndryshme, po të pakontrolluara, prap do të kemi ulje në rishfet, mos e çani kokën fare, mos u hallakatni, mos keni frikë. Mjafton të sillni rishfetin me ulje, kuptohet, do shikoj tarifat që kanë qenë më përpara dhe do të bëj një zbritje, kuptohet aty, edhe do t'ju bëj të ditur. Për të gjithë farmacit që tregtojnë
ilaçe të skaduara. Po qa, mos kini frikë, mos kini frikë, një datë është, ajo është kreta ku e mori vesh ilaçi se kur skadoj dje, apo sot, apo nesër. Kote kanë futur datën, jam e sigurt, edhe ata që kanë krijuar ilaçin se duhen të shesin sa më shumë ilaçe. Megjithatë, për të mbajtur atë emrin tuaj të paprekur, kuptohet, unë do ta pranoj rishvetin nga ana juaj me një ulje, do shikoj prap ato çka kanë bërë kandidatët e mirë të mëparshëm, si kanë pasur rishvete, dhe patjetër që do të keni ulje. Për të gjithë ata të tjerët që duan të ngasin makinën, por nuk kanë patent, nuk ka problem. Se çfarë është patenta? Një copë letër është. Ja, ai instruktori që e dha varet si ka qenë atë ditë për shembull. Në gjendje të mirë emocionale dhe ka thënë, "Ok, po e kaloj këtë personin, s'ka qenë gjendje mirë emocionale, ka të për ngel." Nuk është problemi. Ju mund të vazhdoni të ngisni makinat ku të do juve kokra e qefit, brenda Tiranës, jashtë Tiranës. Mjafton që të regjistroni emrin tek bashkia, kuptohet, me rishvetin brenda, që do të bëj të gjitur prap tarifa, do t'i nxjerr te e-Albania në një faqe të fshehtë që do u jap kodin unë për tyra atje. Edhe kaq mjafton. Dhe për të gjithë ata njerëz që kanë dëshirë të spostohen nga vendi ku jetojnë tani, të vinë të jetojnë në Tiranë, janë shumë të mirëpritur. Kuptohet edhe këtu, duke qenë se neve na duhet të hapim një çik hapësirë për të bërë ndërtime të tjera, do presim ca peme, ca barishte, ca shkurre. Atëherë do ju bëj të ditur prap tek ajo faqe aty sekrete për tarifën e rishvetit që do të paguani, kuptoni, vetëm tek bashkia, kuptohet, tek kryetarja e bashkisë. Mos u allakatnin për zyra, leri ata të zyrave adeja, se merret vesh se çka ngatrojnë ata. Edhe kështu që thatë ju për të gjithë ata të tjerët që punojnë në mbirmbajtjen e qytetit, edhe nuk doni të vini në punë rregullisht, doni dhe të qetësoheni, doni të veni të bëni një pushim jashtë shtetit, nuk ka problem fare. Qyteti mirë është ashtu, ka nevojë edhe për mbeturinë vërdall, se na marrin më syshore, jo për gjore. Kështu që fusni rishvetin juve aty te zarfi, mbasi të shikoj tarifa, do t'i bëj të ditur te faqja atje sekrete, kuptohet. Do t'ju dërgoj kodin edhe mbaron edhe ky muhabet, ore. Po të lirojnë një çik njerëzit, jetojnë siç duan, ore, se është bërë këtu, s'po merr vesh i pari të dytin. Dhe për gjithë ata njerëz që duhen të jetojnë brenda apo jashtë vendit, por ta kenë emrin të regjistruar në një punë shtetërore, nuk është problem fare. Ju vazhdoni jetën tuaj të lirë, mund të punoni 2-3 puna të tjera, te puna që doni të regjistroheni, nuk ka nevojë të paraqiteni, mjafton që të më shkruani emër mbi emër, vendin e punës që dëshironi, edhe kuptohet, tarifa do t'i keni shumë të ulta dhe do t'ju bëj një surprizë juve të gjithëve. Gjithë rroga juaj do të kaloj direkt në llogarinë time dhe surpriza është që 10.000 lekë të vjetra unë do t'ua kaloj juve në llogarinë tuaj çdo muaj, ose mund dalëm edhe një herë 6 muaj, nuk e di, do shikoj këtë çështje mirë. Edhe për të gjithë ata njerëz të tjerë të mirë që kanë atë dëshirën e madhe për të bërë tendera, që kuptohet, tendera që nuk do bëhen kurrë. Dihet ajo gjë, ju mjafton që të më dërgoni të dhënat tuaja, edhe nga shuma e madhe që kërkon ai tenderi fantazma, pjesa më e madhe e lekëve do vej në llogarinë time, kuptohet, në 10% të tyre, dhe një 10% që do a lë juve, me qenë se keni emrin të regjistruar aty si bamirë, si njerëz të mirë që doni të bëni tendera. Dhe një lajm tjetër shumë të mirë që kam unë është që në bashkinë time do të punësoj gjithë njerëzit e fisit tim, ore, të vinë të qeshur në punë, ore, mos të vinë njerëz që të ma kenë mua me djallëzi aty, fare. Kështu që gjithë fisi im do jetë në punë, në pozicione të ndryshme aty,
Tani në orarin e punës mund të rrinë në teren, në për kafenera, restoranta, ku të doj qefi atyre, se mere mund me punët e bashkisë, nuk ka nevojë të lodhen ata. Tani po mbeti në një vend pune tjetër dhe mbaroj fisin, nuk kam. Kuptohet, do të marrë njerëz që kuptohet, do ta hedhim atë vendin akant, kush do të ketë vlerën më të madhe e të prezantuar te kryetaria e bashkisë, atëherë shumë më e madhe që do të ekzistojë, ai person do të zëra të vend pune. Do t'ju bëj të ditur për çdo gjë. Tani jam e sigurt që do fitoj, se kam shumë djegsa. Kam vetëm një merak, se është një konkurrent i fortë, aty një Florian Binaj, që është një nga aktorët e mëdhenj, edhe ai vetëm për këtë vend sakrifikon Piranjën, po ai nuk e di që unë për atë vend po sakrifikoj Anglinë, po la Anglinë të vi aty. Kështu që mendojeni mirë ju njerëz, shikojeni mirë dhe programet e të dy palëve, edhe vendosni. Po jam e sigurt që do zgjidhni mua, nuk e di pse kam të parandjenj, megjithëse kam edhe shumë frikë se do më marr Floriani vendin. I ka se jam bërë tym jam bërë dhe ju, të kaloni bukur kudo që t'jeni, kalofshi bukur!